Milioneri që adoptoi vajzën në karrocë. Era e ftohtë e janarit përplasej mbi rrugën kryesore të qytetit si një dorë e padukshme që përpiqej të fshinte çdo tingull. Në atë mëngjes gri, njerëzit kalonin me nxitim, me sy të ulur, duke kërkuar vetëm t'i shpëtonin acarit. Askush nuk vërente askënd. Askush nuk ndalej. Përveç tij, Ardian Kodra, një ndër milionerët më të njohur të vendit, dilte shumë rrallë pa shofer. Madje edhe më rrallë dilte pa paralajmëruar stafin e tij. Por atë ditë, papritur, ai kishte urdhëruar makinën e tij të zeza të ndalej në rrethrotullimin e vjetër, pranë stacionit të autobusëve. Shoferi kishte mbetur i habitur, por nuk kishte guxuar të pyes. Ardiani kishte parë diçka. Jo, ai kishte parë Dik që ndodhej vetëm, e mbështjell me një batanie të hollë në një karrocë të vjetër invalidi. Një vajzë rreth 10 vjeçe, shumë e vogël për moshën, me flokë të zinj që i vareshin deri mbi supe, dhe sy të mëdhenj të lodhur që nuk qanin më. Ajo nuk kishte askënd pranë. Në këmbët e saj, një letër e grisur mbante vetëm një fjalë të shkruar me dorë të dridhur. Ju lutem, kujdesuni për të, unë nuk mundem më. Ardiani i ishte shtrënguar stomaku. Kishte parë shumë tragjedi në jetë, por kjo, një fëmijë i lënë në mes të dimrit në karrocë me atë shënim, i preku një pjesë brenda tij që prej kohësh mendonte se ishte tharë. Ai kishte humbur bashkëshorten 3 vite më parë, dhe që nga ai moment, bota ishte bërë një vend i ftohtë dhe pa ngjyra. As pasuria, as kompanit, as kontratat milionëshe nuk i sillnin më asnjë emocion. Jetonte për detyrime, jo për ndjenja. Por këtë vajzë, këtë krijesë të brisht, nuk mund ta linte aty. Ndalo këtu, kishte urdhëruar ai papritur. Dhe shoferi kishte ndaluar. Ardiani kishte zbritur ngadalë nga makina, duke u afruar me hapa të kujdesshëm. Vajza e kishte parë me frikë në fillim, si një mace e trembur që nuk beson më te njeriu. Pastaj, pas disa sekondash, kishte ulur kokën, sikur t'i ishte dorëzuar fatit. Emri yt, pyeti Ardiani me zë të butë. Vajza nuk foli. Kush të ka lënë këtu? Ajo ngriti ngadalë shikimin, dhe syti mbushën me një vështrim që Ardiani nuk do ta harronte kurrë. Nuk kishte lot, nuk kishte ankesë, kishte vetëm një boshllëk të thellë që i tejkalonte vitet e saj. Nuk e di, tha më në fund me zë të ulët. Sa vjeçe je? 10, përshpëriti. Karroca ishte e vjetër. Rrotat e pasme ishin me vështirësi funksionale. Ajo kishte të veshur një pallto të grisur. Nuk kishte doreza. Nuk kishte shall. Duart i dridheshin. Ardiani mori frymë thellë. Ajo mund të vdiste nga i ftohti brenda orësh. Por megjithatë, ajo nuk ankohej. Ishte mësuar me dhimbjen, me braktisjen, me heshtjen, me rënjen. Si quhesh? I tha i sërish, këtë herë më butë. Vajza u lëkun paksa, sikur të kishte frikë nga vetë fjala. Arlia, tha. Emër i bukur, i butë, i rrallë. Dhe në atë moment ndodhi diçka e çuditshme. Ardiani ndjeu sikur dikush i përplasi diçka të rëndë në gjoks. Një emocion i papritur, i fortë, që nuk e kishte përjetuar prej vitesh. Instinkt, apo thirrje. A thua ishte ajo klithma që ai vetë kishte shtypur brenda vetes për shumë kohë. Arlia e përsëriti ngadalë. A do të vije me mua? Vajza ngriti syt me njëherë. Të zgjeruar, të friksuar. Nuk e di kush jeni, përshpëriti ajo. Ardiani ul në gjunjë përballë saj, në të njëjtin nivel. Unë jam Ardiani, dhe nuk dua të dëmtoj. Dua vetëm të ndihmoj. Vajza lëvizi paksa, por karroca mezi reagoi. Pastaj tha, pse mua? Ardiani buzëqeshi me hidhërim. Sepse askush nuk duhet të jetë vetëm në këtë botë. As ti. Një heshtje e gjatë ra mes tyre. Derisa vajza me shumë gurim zgjati dorën e vogël të ftohtë si akulli dhe vendosi mbi dorën e tij. Në atë moment Ardiani e kuptoi. Ai nuk po bënte një veprim bamirësie. Ai po merrte një vendim jetësor. Ai do ta shpëtonte. Në vilën e milionerit, kur mbërritën në shtëpinë e tij, një vilë e madhe në periferi, e rrethuar me pisha, kamera sigurie dhe heshtje, stafi mbeti i habitur. Asnjëri nuk e kishte parë ndonjëherë shefin të sillte dik në këtë mënyrë. E aq më pak një fëmijë. Infermierja personale e Ardianit, zonja Mara, u afrua me njëherë. Zoti Kodra, a çfarë ndodhi? Asgjë e keqe, tha ai shkurt. Kjo është Arlia. Do të qëndroj me ne. Vështrimi i Marës lëvizi nga milioneri tek vajza, që rinte e qetë në karrocë me duar të mbledhura. Ajo e kuptoi me njëherë se çfarë kishte përjetuar fëmia.
frikë, uri, ftohtësi, braktisje. Zoti Ardian ka shumë për të bërë. Ajo ka nevojë për ekzaminim, për rroba, për bëj të gjitha, tha ai. Çfarë do që është e nevojshme. Vajza u kthye nga ai me një vështrim të hutuar. Ajo dukej sikur po përpiqej të kuptonte. Pse dikush po bëhej kaq i sjellshëm? Pse dikush kujdesej? Jam mirë, gënjeu ajo me zë të ulët. Nuk je mirë, i tha but Mara. Por do të jesh. Ardiani pas skenën dhe zemra ju ngrohu. Ishte hera e parë, pas shumë kohësh që ndjente se po bënte diçka të drejtë. Pasditja e parë, heshtja që flet shumë. Arlia u vendos në një dhomë të ngrohtë, me dritare të mëdha. Krevati ishte shumë i madh për trupin e saj të vogël. Ajo mbeti e ulur në karrocë për disa minuta, duke parë dyshemen me dru të lëmuar. Në shtëpinë e saj të mëparshme, ku sadopak kishte qenë, dyshemeja kishte qenë beton. Ajo nuk guxoi të prekte asgjë. Arlia, tha Ardiani nga dera. Vajza u drodh paksa. Kjo është dhoma ime. Pyeti e pasigurt. Po, tani është shtëpia jote. Fjala shtëpi e tronditi. Ajo nuk e mbante mend herën e fundit që kishte pasur një shtëpi. Apo një shtrat. Apo dik që e pyeste nëse ishte mirë. Mund të flasësh kur të duash, i tha Ardiani. Ose mund të heshtësh. Çfarë do që të ndihmon? Vajza uli syt. Do jem barë për ju. Kaq mjaftoi për t'i ngrirë gjakun Ardianit. Arlia, i tha me ton të ashpër, por të ngrohtë. Ti nuk je barë për askënd. Ti je një fëmijë. Askush nuk ka të drejtë të bëjë të ndihesh ashtu. Sytë e saj u mbushën me diçka që deri atë çast nuk guxonte ta nxirrte. Lot. Ajo i fshiu me shpejtësi. Më vjen keq, tha. Për çfarë? Pyeti ai. Që jam kështu dhe preku me duar karrocën. Zemra e Ardianit u thye për të dytën herë atë ditë. Arlia, tha ai, ti nuk bëhesh më pak njeri pse je në karrocë. As më pak e vlefshme. As më pak e bukur. Dhe sigurisht jo më pak e dashur. Vajza ngriti syt ngadalë. Dhe pikërisht aty, për herë të parë, Ardiani pa një shkëndijë të vogël shprese. Një sekret i pazakont. Ditët kaluan. Arlia filloi të mësohej me shtëpinë, por ende nuk fliste shumë. Ajo ishte e sjellshme, e qetë, e ndërgjegjshme për gjithçka. Nuk kërkonte asgjë. Nuk ankohej. Nuk shqetësonte njeri, por kishte një gjë që të gjithë e vun re. Ajo kishte ëndra të çuditshme. Shpesh natën dëgjonte zëra, bërtiste në gjumë. Përmente një emër që askush nuk e kuptonte mirë. Diçka si: Arben, mos më ler. Ardiani e kishte dëgjuar një natë, teksa kalonte në korridor. E kishte prekur ajo britm. Ishte britma e dikujt që kishte humbur gjithçka. Të nesërmen, ai i çoi një gotë me çaj. Kush është Arbeni? E pyeti ai me delikatesë. Vajza u ngrir. Askush, tha me njëherë. Ai e pa në sy. Arlia, këtu nuk e pse friksohesh. Vajza mbylli syt për një çast. Ai ishte, zëri i saj u drodh, vëlla im. Ardiani u shtang. Ke vëlla? Kisha, tha ngadalë ajo. Por ai iku. Iku. Ajo uli kokën. Aty ku ishim nuk kishte ushqim për të dy. Mami më la mua sepse unë nuk mund të ecja. Ajo tha se do të kthehej për mua, por nuk u kthye kur. Arbeni u përpoq të më mbronte. Pastaj u largua. Nuk e pash më. Një gulë qirënd mbushi kraharorin e Ardianit. Ai kuptoi që historia e saj ishte më e thellë, më e errët, më e dhimbshme se ç'mund të dukej. Ai e preu bisedën me një vendim të prerë. Do ta gjej vëllain tënd, tha. Arlia ngriti kokën e tronditur. Jo, tha me frikë. Ju lutem mos e kërkoni. Është e rrezikshme. Për kë? Pyeti Ardiani. Vajza mbylli syt. Për ju, për të gjithë. Ka njerëz që nuk duan që unë të gjendem. Dhe fjalia e fundit ras si një bombë. Dritaret e mëdha të viles lëshonin brenda një ndriçim të butë dimri. Ndërsa brenda, atmosfera ishte heshtur, po thua e shenjtë. Arlia rinte në karrocën e saj pranë gjakut, me një batanie të trash mbi këmbë, duke lëvizur gishtat e vegjël në mënyrë nervoze. Dukej si një zog i vogël që përpiqej të kuptonte botën rreth saj. Ende i pasigurt nëse ishte e sigurt apo jo. Ardiani e shikonte nga pranë dritares, me duart në xhepa dhe fytyrë të menduar. Ai e kishte dëgjuar shumë herë rrëfimin e familjeve të vështira. Por kjo nuk ishte thjesht varfëri. Nuk ishte thjesht braktisje. Ajo kishte frikë. Një frikë që edhe pse e maskonte, nuk e linte të qetë.
Dhe ajo fjalia e natës së kaluar i cingërinte në vesh. Ka njerëz që nuk duan që unë të gjendem. Ai nuk ishte njeri që i shmangej problemeve. Ai kishte luftuar kundër biznesmenëve të pamëshirshëm, kundër mafias së tregut të energjisë, kundër çdo përpjekje për ta rrëzuar nga pozita. Por kjo ishte diçka tjetër. Kjo ishte një fëmijë, një vajzë e pambrojtur, dhe ai nuk do ta linte vetëm. Mëngjesi i pasigurisë. Zonja Mara hyri e para në dhomë me tabakane zakonshme. Çaj kamomili, tost dhe pak mjaltë. Ajo i qeshi Arlis me një ëmbëlsi që vetëm nënat e vërteta e kanë. Mirë mëngjes, zemër. Sot dukesh më mirë. Arlia ktheu një buzëqeshje të vogël, të qiltër por të lodhur. Faleminderit. Atë ndihmoj të ulesh te tavolina. E pyeti Mara duke ju afruar. Arlia lëvizi kokën butë. Mundem vet, tha me një zë të qetë dhe nisi të shtyj rrotat e karrocës. Ajo e bënte këtë ngadalë, me një teknikë që vetëm dikush që kishte jetuar gjithë jetën në karrocë mund ta zotëronte. Por Ardiani vuri re diçka të re. Kjo karrocë kishte rrotat e deformuara nga përdorimi i gjatë dhe i ashpë. Ajo mezi lëvizte. Ai e përtheu dorën në grusht. Sa shumë duhet të ketë vuajtur. Arlia, tha ai, sot ka marrë një takim me një mjek ortoped shumë të njohur. Dua që ai të shoh, vetëm për të pasur një panoram të qartë të shëndetit tënd. Vajza ngriti kokën shpejt dhe sytë u mbushën me panik. Jo, tha me një herë. Ju lutem mos më çoni te spitalet ata. Zëri ju dridh. Ardianit ju thye zemra. Ai ju afrua ngadalë dhe i vuri dorën butë mbi supë. E kuptoj që ke frikë, por askush nuk do të dëmtoj. Unë do të jem aty, dhe ti nuk jem asnjëherë vetëm. Arlia po dridhej. Nuk fliste. Vetëm merrte frymë shpejt, sikur e kapte ankthi. Mara ndërhyri me tonin e saj ngrohtë. Zemër, doktorët nuk të bëjnë asgjë pa lejen tonë. Ne jemi me ty. Ti mund të thuash jo për çdo gjë që të trem. Arlia mori frymë me vështirësi për pak sekonda. Pastaj me ngurrim tha, në rregull, por vetëm nëse jeni ju të dy aty. Ardiani dhe Mara i dhan një buzëqeshje të qetë. Ai ishte një hap i vogël, por gjithsesi një hap. Takimi i parë me ortopedin. Klinika ishte qetë, moderne, me aroma antiseptike që për shumë njerëz ishin të zakonshme. Por për Arlin ndoshta ishin kujtime dhimbjeje. Ajo rinte e kapur pas dorës së Ardianit, ndërsa mjeku, doktori Liri, një burr në të 50-tat me sy të qetë të mirë, e shikonte me profesionalizëm. Përshëndetje zonjush, tha ai. Unë jam i Liri. Dua vetëm të ndihmoj. Arlia mezi dha një miratim me kokë. Doktori shikoi këmbët e saj me kujdes, duke bërë disa teste të thjeshta. A ndjen diçka këtu? Pyeti ai, duke prekur ngadalë këmbën e majt. Jo, tha Arlia me zë të ulët. Po këtu, pak shumë pak. Ai vazhdoi ekzaminimin me kujdes të madh. Pas disa minutash, Ardiani pa që mjeku po mendonte thellë. Kur u largua për pak nga Arlia, Ardiani e tërhoqi paksa më njanë. Si duket gjendja e saj? Pyeti ai me shqetësim. Doktori Liri pshertiu. Nuk është e lindur, tha. Këmbët e saj kanë pësuar një dëmtim të rëndë, ndoshta nga një traumë ose nga mungesa e trajtimit të duhur gjatë një aksidenti. Ardiani ngriti vetullat. Do të thotë se mund të ecë. Iliri e pa drejt në sy. Me trajtim, me operacione të specializuara, me fizioterapi të zgjatur ka shans. Jo garanci, por shans i mirë. Ajo është e vogël, trupi i saj ka ende aftësi për të rikuperuar. Zemra e Ardianit u mbush me shpresë. Por pastaj doktori shtoi. Por trupi nuk është problemi kryesor. Është frika, trauma, ajo trembet shumë. Për të shëruar, duhet të ndihet e sigurt. Dhe duhet të besoj se nuk do ta lënë më. Ardiani mori frymë thellë. Ajo nuk do të jetë kurrë më vetme, tha ai me vendosmëri. Doktori buzëqeshi lehtë. Nëse e thoni ju, unë ju besoj. Një bisedë e dhimbshme në makinë. Në makinë rrugës për në shtëpi, Arlia heshti gjatë. Shikonte dritaren, rrugët që kalonin, njerëzit që nxitonin në trotuar. Pastaj, papritur, foli me zë të ulët. Dëmtimi im nuk ishte aksident. Ardiani e pa me njëherë. Si? Pyeti ai butë. Ajo po rinte me duart mbledhur, me gishta që i shtrëngonte sa të bardheshin. Nuk ishte aksident, përsëriti. Ata njerëzit që mamaja i njihte, ata më ndëshkuan. Sepse Arbeni iku. Ata donin të dija ku kishte shkuar. Zemra e Ardianit u mbush me një zemërim të ftohtë.
Kush ishin ata njerëz, Arlia? Ajo ngriti supet shumë pak, me një frikë që s'mund të fshihej. Nuk e di si quhen, por mami thoshte se janë shumë të rrezikshëm, që s'mund t'u shpëtoje. Ata sillnin borxhe, drogë, gjëra. Mami punonte për ta, pastaj nuk mundi më. Ajo donte të iknim, por sytë e vajzës u lagën. Nuk ja doli. Ardiani ndjeu një dhimbje të mprehtë në stomak. Dhe vëllai yt, pyeti but. Ai u aratis natën që ata erdhën sërish. Më tha mos të qaja, mos të bërtisja. Më tha se do kthehej, por ata menduan se unë dija ku ishte. Dhe, ajo mbylli sytë fort, më prekën më shtyn, më dëmtuan këmbët. Nuk mbaj mend shumë, vetëm dhimbje. Ardiani e kapi dorezën e makinës me forcë, duke u përpjekur të mos shpërthente. Nuk ishte momenti të friksonte vajzën. Ai mori frym ngadalë dhe tha, Arlia, askush nuk do të prek më. E dëgjon? Askush. Ajo rinte ende empir. Pastaj shtoi. Ata do të vinë kur të marrin vesh që jam me ju. Ata gjithmonë gjejnë. Dhe nëse më gjejnë do ju lëndojnë ju. Ai e preu me ton të prerë. Le të vinë. Do të gjejnë dikë që nuk ka frikë prej tyre. Vajza e pa në sy për herë të parë me besim të vërtet. Pse bëni kaq shumë për mua? Pyeti me një pafajësi që të therte shpirtin. Ju as nuk më njihni. Ardiani buzëqeshi lehtë, por me dhimbje. Sepse edhe unë dikur humba dik, dhe nuk dua të humbas maskën që ka nevojë për mua. Adoptimi papritur. 2 ditë më vonë, në një mëngjes të qetë, Ardiani thiri Arlin në zyrën e tij. Ajo u afrua me karrocë e ngurtë, pa e ditur çfarë priste. Arlia, filloi Ardiani, dua të flas për diçka të rëndësishme. Ajo u tensionua. Ai i tregoi një dosje të hollë mbi tavolinë. Këto janë dokumentet e adoptimit. Vajza u shtang. Për disa sekonda nuk foli. Pastaj zëri i saj u bë një përshpërim e thyer. A adoptim? Si një baba? Po, tha ai me një ton të butë, po thuaj të përulur. Vetëm nëse dëshiron. Vetëm nëse kjo do të bënte të ndiheshe më e sigurt. Unë nuk dua të zëvendësoj askënd për ty, por dua të jem dikush që nuk të braktis. Arlia e ktheu kokën anash. Lotët filluan t'i rridhnin ngadalë. Unë nuk jam gati, tha ngadalë. Nuk di si funksionon kjo. Nuk kam pasur asnjëherë baba. As askënd. Ardiani u afrua pranë saj, duke u ulur në gjunjë. Nuk ka asnjë ngutje. Këto janë dokumente. Por zemra, koha jote, ato janë mbi gjithçka. Unë jam këtu. Kur ti të jesh gati. Vajza e shikoi gjatë. Pastaj për herë të parë zgjati duar dhe i hodhi rreth qafës së tij. I vogël, i dobët, i dridhur. Por ishte për qafimi vërtet. Ardiani mbylli syt. Ai e kishte ndjerë më në fund. Ky fëmijë ishte bërë pjesë e tij. Natën e heshtjes që paralajmëron rrezik. Natën atë qetë, kur gjithçka dukej se po shkonte drejt sigurisë, ndodhi diçka që theu qetësinë. Rojet e sigurisë qëndronin pranë portës kryesore. Era frynte lehtë. Dritat ishin ndezur. Dhe pastaj, një makinë e errët u afrua ngadalë, drita e saj e vetme duke i gati e fikur. Rojet u kthyen. Dritarja e makinës u ul pak. Një zë i trash tha vetëm një fjalë të shkurtër. Thuaj këtij milioneri të ndaloj kërkimet për djalin. Vajza është jon. Ai nuk e di me kë po luan. Rojet u ngurtësuan. Largohu me njëherë, tha njëri. Personi që shilet, një të qeshur të ftohtë, kërcënuese. Do kthehemi, me ose pa lejen tuaj. Mjeti u largua pa gjurmë. Rojet kërkuan me njëherë Ardianin. Ai dëgjoi fjalët në heshtje. Pastaj me një zë të ulët dhe të rrezikshëm tha, le të vinë, sepse nuk e kanë idenë çfarë jam gati të bëj për ta mbrojtur atë vajzë. Ai mori frym thellë, dhe një vendim i ri u formua në mendjen e tij. Ai do të gjente Arbenin, dhe do të shkatëronte çdo që guxonte të prekte Arlin. Mbrëmja ra mbi vilën e Ardianit si një perde e rëndë, e ftohtë. Pas kërcënimit të asaj nate, shtëpia që zakonisht ishte plot dritë e qetësi, tashmë ndihej si një kështjellë e përgatitur për luftë. Rojet patrullonin çdo 10 minuta, sistemet e sigurisë ishin rritur, dhe Ardiani nuk u përqendrua në gjë tjetër, veçse në një fjalë të vetme. Arbeni, vëllai i Arlis, fëmia që kishte ikur, fëmia që ndoshta po vraponte, që ndoshta ishte gjallë ose ndoshta jo. Dhe pas atij kërcënimi, Ardiani e kuptoi se çështja ishte shumë më e madhe se sa adoptim, dhimbja apo bamirësi. Ishte rrezik, ishte mafie,
Ishte borxh, dhunë dhe një zinxhir mizor njerëzish që nuk njihnin limit. Ai e dinte. Të mos vepronte do të thoshte ta linte një fëmijë në mëshirë të këtyre njerëzve. Ai nuk ishte tipi që qëndronte duar kryq. Hijet e së shkuarës. Në zyrë, Ardiani mbante në dorë disa dosje të vjetra. Ishin raportet që kishte kërkuar nga një hetues privat, një profesionist që ai përdorte vetëm për situata të veçanta. Emri i tij ishte Mentor Leka. I ashpër, i pakapshëm dhe i aftë të gjente edhe gjilpërën brenda oqeanit. Dhe ai kishte sjell diçka. Dosja ishte e trash, me shumë dokumente, fotografi të zymta dhe raportet e errta të policisë. Në regjistër ishte emri nënës së Arlis. Dona Gashi e zhdukur 3 vite më parë. Pastaj emri i tyre. Grupi Ujërat e Errët, një organizat kriminale e vogël, por brutale, e cila vepronte në zonat më të varfra të qytetit. Trafik, shfrytëzim pune, borxhe, zhvatje. Ai ndjeu stomakun t'i shtrëngohej, po shfletonte të vërtetën e një bote që Arlia e kishte jetuar në lëkurë. Pastaj ai pa diçka që i ngriti qimet e trupit. Një fotografi, një djalë, rreth 15 vjeç, gjykuar nga uniforma, ishte në një qendër strehimi të fëmijëve. Fytyrë e ashpër, sy të lodhur, por me një dritë brenda, një shenjë shprese. Poshtë fotos shkruhej: Arben Gashi zhdukur 4 muaj më parë. Ardiani e shikonte gjatë. Për një djalë aq të ri të zhdukej, nuk ishte një lajm i mirë. Dhe mbi fotografi kishte edhe diçka tjetër. Një shënim i vogël nga hetuesi. Dyshoj se djali është gjallë. Ka gjurmë në veri të qytetit. Dikush po e mban të fshehur. Ardiani uli kokën. Një vendim u forcua si hekur në zemrën e tij. Ai do ta gjente djalin. Me çdo kusht. Ndërsa Arlia flinte. Ajo natë, ndërsa Arlia flinte më në fund e qetë pas një dite të lodhshme, Ardiani rinte ulur pranë saj. Vajza mbante të shtrënguar një arush pellushi që Mara i kishte dhuruar. Mjekra e saj e vogël ishte mbështetur butë në batanien roz. Dhe frymarrja e saj e qetë dëshmonte se për një herë të vetme nuk po ndëronte makthe. Ardiani vështroi plagët e vjetra në këmbët e saj. Shenjat, dhuna, terrori. Ai ndjeu një val dhimbjeje dhe zemërimi që i diqte stomakun. Si mund të prekej një fëmijë? Si mund të coptohej pafajësia në atë mënyrë? Ai kishte parë mizori në biznes, mashtrime, tradhti, por kjo botë e krimit ishte diçka tjetër. Dhe fakti që ajo vajzë e vogël që mezi fliste, që dridhej kur tërdonte ndonjë zhurmë të fortë, kishte kaluar në përfer. I ngrihej zemërimi në fyt. Ai ngriti dorën dhe i rregulloi but batanien. Të betohem, përshpëriti ai, nuk do të prek askush më. Jo sa të marr frymun. Dhe në atë moment ai e kuptoi diçka që nuk e kishte pranuar deri atë ditë. Ajo tashmë nuk ishte thjesht një vajzë që ai kishte shpëtuar. Ajo ishte familja. Dita kur filloi hetimi i vërtet. Në mëngjes, ndërsa Arlia po ushqehej me drithëra dhe qumësht, Ardiani ishte ulur në kuzhinë, duke pirë kafen e tij të zezë dhe duke pritur di. Por ai nuk duke i qetë. Duket sikur priste diçka të rëndësishme. Pastaj dëgjua trokitja. Roja e hapi derën. Në kuzhinë hyri një burr i gjatë, i veshur thjesht, me pamje të ashpër. Sytë e tij shikonin gjithçka brenda disa sekondave. Mentor, tha Ardiani duke u ngritur. Ardian, ju përgjigj tjetri. E mora mesazhin dhe e di që situata është serioze. Arlia ngriti sytë e saj të vegjël drejt burrit të ri. Ishte e friksuar. Mentor e kuptoi dhe ul në gjunjë përballë saj. Përshëndetje vogëlushe, tha but. Jam mik i Ardianit dhe jam këtu për të mbrojtur. Arlia uli syt, por nuk u largua. Kjo ishte fitoria më e vogël e parë e ditës. Mentori hapi dosjen, ndërsa Ardiani i tregoi edhe detaje që Arlia kishte rrëfyer, dënimet, zhdukjen e vëllait, kërcënimin e natës. Pas një ore diskutimi, mentori foli. Kam 2 të dhëna. E para. Arbeni e shpar për herë të fundit në një ndërtesë të braktisur pranë hekurudhave në zonën e vjetër industriale. E dyta. Ai ngriti syt drejt Ardianit. Ka shumë pak mundësi që mafiozët ta kenë marrë. Më shumë duket sikur dikush tjetër po e mban fshehur. Për të mirën e tij. Ardiani rrudhi vetullat. Kush? Mentori ngriti supet. Ndoshta dikush nga komuniteti. Ndonjë fqinj. Ndonjë grua e moshuar. Ndonjë mësuese. Dikush që e ka gjetur djalin, por ka frikë ta dorëzoj. Për momentin s'kemi emër. Arlia që po dëgjonte e qetë, pa pritur tha. Ai kishte një shok, emri ishte Timi.
Jetonte në lagje. Mentori u përkul pak. Mos ndoshta timi i vogël që banonte pranë ndërtesës blu. E pyeti ai. Arlia mendoi pak, pastaj pohoi me kokë. Ai. Mentori u ngrit. Në rregull. Unë po nis kërkimet që tani. Dhe. Ardian mbaje vajzën afër. Këto tipa nuk të dërgojnë paralajmërime kot. Ardiani e pa në sy me vendosmëri. Nuk do ta lë vetëm as një minutë. Mentori doli. Dhe teksa dera u mbyll, Ardiani ndjeu një ndjenjë të fortë. Gjithçka sapo po fillonte. Një ditë e thjesht me domethënie të madhe. Arlia po përparonte çdo ditë. Jo fizikisht, ende nuk ishte filluar terapia, por shpirtërisht, psikologjikisht. Ajo nisi të hante më shumë. Filloi të fliste pak më lirshëm me Marën. Filloi të mësohej me qetësinë e shtëpisë, me sigurinë. Një ditë, ndërsa ishin në kopësht, ajo e pyeti Ardianin. A mendon se unë mund të ecë ndonjëherë? Ardiani ul pranë saj, duke e parë drejt. Po. Mjekët thonë se po. Ajo uli sy. Po nëse nuk ja dal. Nëse mbetem kështu. Do më doni prap. Ai e mori dorën e saj të vogël. Arlia, unë nuk të dua për këmbët. Unë të dua për shpirtin që ke. Edhe po të mos ecësh kurrë, prapje vajza më e fortë që kam njohur. Dhe unë nuk i ki. Kur? Sytë e saj u mbushën me lot. Ajo nuk foli. Vetëm vuri kokën në krahun e tij. Dhe qëndruan ashtu për disa minuta, pa fjalë. Telefonata që priste të ndryshonte gjithçka. Në mbrëmje, teksa Arlia po lexonte një libër ilustrimesh në dhomën e saj. Telefoni i Ardianit ra. Ishte mentori. E gjeta. Tha me një ton të rënd. Ardiani ngriti kokën me njëherë. Ku? Në një shtëpi të braktisur në zonën e Hekurudhave. Djali është gjallë, por ai heshti për pak. Por çfarë? Mentori mori frym thellë. Nuk është vetëm. Dhe personi që po e mban ka probleme. Ka frikë të dalë. Ka frikë se mos e vrasin. Ardiani ndjeu se diçka e madhe po afrohej. Po shkoj aty, tha ai. Mentori e ndërpreu. Jo, s'duhet të vish vetëm. Do të vi të marr. Dhe bëhu gati. Ka plot gjëra që nuk i ke dëgjuar ende. Ardiani ktheu kokën drejt shkallëve që të qonin në dhomën e Arlis. Ai e dinte. Kur ta gjente vëllain, do të gjente edhe të vërtetën e plot. Dhe ajo e vërtet do ta trondiste gjithçka. Hija që po afrohej. Ndërsa Ardiani po përgatitej të dilte, Arlia zbriti shkallët me karrocë duke e parë shqetësuar. Po ikni? Pyeti ajo me zërin që i dridhej. Ai u afrua dhe i vuri dorën në faqe. Po, zemër, por do të kthehem shpejt. Kam diçka shumë të rëndësishme për të bërë për ty. Për mua. Po. Ajo e kuptoi. Arbenin, tha me zë të ulët. Ai buzëqeshi lehtë. Po, do ta gjejmë. Ajo u afrua, e zgjati dorën dhe e kapi fort dorën e tij. Kthehu, ju lutem. Mos më lini vetëm. Ai u ul në gjunjë, e përqafoi fort dhe i përshpëriti. Do kthehem gjithmonë. Nuk të lë asnjëherë. E premtuar. Pastaj mori gjupin, çelsat dhe doli. Dhe sapo dera u mbyll pas tij. Dy sy të zezë nga larg e shikonin shtëpinë. Një makinë e errët ishte parkuar në fund të rrugicës. Dhe një zë i ulët tha. Vajza është brenda. Do të vijë momenti. Mblidhni njerëzit. Makina u nis ngadalë, duke lënë vetëm një erë të ftohtë dhe një shenjë paralajmëruese. Stuhi e vërtet po afrohej. Nata e qetë para stuhisë. Qyteti ishte mbuluar nga bora e lehtë. Rrugët dukeshin si të kripura me pluhur të bardhë. Dritat e shtëpive e bënin mbrëmjen të dukej si një kartolin dimri. Por brenda vilës së milionerit Adrian Kelmendi, askush nuk ndjente qetësi. Në dhomën e zjarrit, ku dikur vajza e vogël me karrocë qeshte dhe bënte figura me duart e saj, sot mbretëronte heshtja. Elena, edukatorja e saj që tani e donte si bij, rinte ulur në koltuk dhe shikonte në drejtimin e flakëve. Dukej sikur kërkonte përgjigje, shenja, paralajmërime, por flakët nuk flisnin. Adriani hyri pa zhurmë. Qëndroi pak sekonda pa folur, pastaj u afrua. Do të flasim? Pyeti ai ngadalë. Elena nuk e ktheu kokën. Çfarë kuptimi ka? Kemi kaluar një stuhi, Adrian, por era ende nuk ka pushuar. Pikërisht për këtë dua të flasim. Ai u ul pranë saj. Sot mora një lajm që mund të ndryshojë gjithçka. Elena ngriti sytë e lodhur. Jo më sekrete, Adrian, të lutem. Të jemi të pastër, të jemi të sinqert, të mos e lëndojmë ma të vajzë.
Milioneri mori frymthell. Mjekët kanë sjell raportin final për gjendjen e Arës. Në tërë vilën ra një heshtje e rënd. E di se çfarë ke frikë, tha Elena lehtë. E di. Jo, nuk e di. Ai mbylli syt, sepse lajmi nuk ishte siç prisja. Ashtu siç prisnin të gjithë. Elena ngriti vetullat. Çfarë doni të thoni? Ai e ktheu nga ajo me një lloj dridhje në zë. Aren nuk e ka penguar një sëmundje të lindur. Nuk e ka penguar një defekt. Nuk e ka penguar një traumë fizike të pariparueshme. Arsyeja që ajo nuk ecte ishte psikologjike. Elena u ngrit nga vendi. Çfarë? Po. Ajo kishte përjetuar një shok aq të madh, aq të rënd, aq të frikshëm, saqë truri i saj kishte mbyllur funksionin e ecjes. Ishte vetë mbrojtje. Ishte një mbijetesë mendore. Elena vuri dorën në gojë. O Zot, vajza ime e vogla, çfarë ka parë ajo? Më shumë se sa mendon. Dhe sot ndodhi diçka tjetër. Kur mora raportin, më sollën edhe një dosje tjetër. Dosje që nuk duhej të ekzistonte. Cila dosje? Ai u ngrit në këmbë, shkoi në tavolinën prandritares dhe mori një zarf të trash kremo. E vendosi para Elenës. Dosja e babait të Arës. Njeriu që menduam se kishte vdekur. Elena ngriti kokën ngadalë. Doni të thoni që ai është gjallë. Jo vetëm kaq. Adriani shtrëngoi nofullat. Ai ndodhet këtu, në qytetin ton, dhe po kërkon të marrë vajzën. Dy e vërteta që nuk falej lehtë. Elena mbeti pezull për disa sekonda. Sikur koha u ndalua. Prit, ajo ngriti dorën. Ai burrë braktisi. E hodhi si një send. E la tek dera e spitalit pa emër. Dhe tani kërkon ta marrë. Kështu thot dosja. Por historia nuk është aq e thjeshtë. Ai hapi zarfin. Brenda kishte fotografi të vjetra, raporte policie, deklarata, bile dhe një letër dorëshkrimi. Babai i Arës ka qenë në Arati për vite. U akuzua padrejtësisht për një krim që nuk e kishte kryer. U detyrua ta braktiste fëmijën për të mos rrezikuar që ajo të binte në duart e njerëzve që e ndiqnin. Dhe tani çfarë kërkon? Pyeti Elena me zë të dridhur. Pse tani? Sepse rasti i tij u rihap, dhe ai u shpalli pafajshëm. E para që ka bërë, ka qenë të kërkoj vajzën. E dinte që ishte adoptuar. E dinte që ishte gjallë. E dinte që ishte këtu. Elena uli kokën. Dhe ne. Adriani mori duart e saj. Ne jemi prindërit e saj. Me zemër. Me shpirt. Me sakrifica. Me net pa gjumë. Me dashuri. Me përkujdesje. Me çdo hap. Ajo lotët i mbajti me vështirësi. Por ai është gjaku i saj. Gjaku nuk mjafton, tha Adriani me një ton të butë por të vendosur. Ajo ka nevojë për ne. Dhe unë nuk do ta las kënd t'ja marr. As edhe për një sekundë. Çfarë do të bëjmë? Pyeti Elena. Ai mori frymthell. Do ta takojmë. Do ta dëgjojmë. Por vendimin e fundit e ka një person, Aren. Ajo është mjaftueshëm e rritur emocionalisht për të ndjerë të vërtetën. Dhe nëse atë ditë ngrihet në këmbë, nuk dua që ajo të ecë drejt një njeriu që e braktisi, por drejt njerëzve që e deshën. Takimi i parë me të shkuarën. Dita e takimit erdhi shpejt, shumë shpejt. Aren ishte në dhomën e saj, duke luajtur me qilimin e ngrohtë. Ajo po tentonte të hapte kapakët e një lodre me duart e saj të vogla. Të dy prindërit u afruan. Engjëlli im, i tha Elena but, sot do takosh dikë të rëndësishëm. Aren rudhi hundën, siç bënte kur ngatërohej. Kush? Adriani u ul pranë saj. Dikut që të ka njohur shumë kohë më parë. Para nesh. Aren ngriti syt. Blu. Të pastër. Të pafajshëm. Më ka dashur. Elena u ndal. Një fjalë që mund të thyente gjithçka. Por ajo vendosi të mos gënjente. Ndoshta si ka ditur. Por ne të duam më shumë se çdo kush në botë. Vajza i përqafoi. Atëherë jam gati. Ata shkuan në sallën e takimeve të organizuar në mënyrë neutrale me psikolog, jurist dhe punonjës social. Por kur dera u hap dhe brenda hyri një burr i shndruar, me sy të lodhur, me flokë të thinjur dhe me gjunjë që i dridheshin, Aren e ndjeu menjëherë. Ai burr çau para se të fliste. Aren, tha ai me një zë që u thye si qelq. Vajza ime, më fal të lutem, më fal. Aren u kap fort te duart e Elenës. Je ti. Ai po dridhej. Po unë jam baba yt, por jo ai që do të doje të kishe. Jo ai që meriton. Unë të kam lënë vetëm.
por nuk kisha zgjidhje. Po ikja nga njerëz të rrezikshëm. Po ikja që të mos të dëmtonin edhe ty. Po vdisja çdo ditë pa ty çdo ditë. Aren nisi të qante pa zë. Duart i dridheshin. Pastaj ajo tha fjalën që askush nuk e priste. Nëse je baba im, pse nuk më mësove të ecja? Burri u thye, ra në gjunjë para saj. Sepse nuk isha aty për asgjë, jam një njeri dështuar. Ajo e shikoi gjatë. Pastaj bëri diçka që askush nuk e kishte menduar. Ajo zgjati dorën. Ngrihu. Nuk dua të shoh më në gjunjë. Aren. Dua të më shikosh në sy. Ai u ngrit me mundim, me turp, me dhimbje. Ajo e shikoi ngadalë, me ato sytë e saj që dinin të lexonin shpirt. Tani dëgjo, tha ajo. Ti nuk je baba im. Burri u shua. Jam rritur nga dy njerëz që më mësuan të qesh, të fle, të besoj, të shpresoj. Dy njerëz që më dhan duar kur unë nuk kisha këmbë. Dy njerëz që më mban kur unë dridhesha. Ata janë prindërit e mi. Ti je një faqe e vjetër. E grisur. E kapur nga era. Burri lëshoi një klith më të butë. Por vazhdoi ajo, nëse do mund të jesh mik. Jo baba. Jo hero. Vetëm dikush që nuk më gënjen më. Ai qau. Me lot që i binin si shi rënd. Po, pranjoj çdo gjë që thua. Aren e uli kokën. Pastaj ndodhi mrekullia. 4. Hapi i parë që i ndryshoi jetën. Aren u ngrit pak nga karroca. Elena u ngrit me njëherë për ta mbajtur. Por Adrian i vuri dorën në krah. Lëre. Shikoje. Sytë e vajzës u mbushën me guxim. Dhe me dridhje. Por ajo vazhdoi. U ngrit. Qëndroi. Për herë të parë pa askën që ta mbante. Dhe pastaj. HODHI. HAPIE. PARE. Eci drejt Adrianit. Jo drejt babait biologjik. Drejt njeriut që e mbajti natën kur qante. Drejt njeriut që e mësoi të besonte. Drejt njeriut që ishte shtëpia e saj. Ajo u hodh në krahët e tij dhe ai e mbajti fort, sikur mbante gjithë botën. E gjithë sallaqante. Babi, përshpëriti ajo. Unë mundem, po ec. Po Angel, i tha ai duke qarë. Ti gjithmonë ke mundur. Vetëm se tani nuk e më frikë. Elena i përqafoi të dy. Familja jonë u plotësua. Babai biologjik i Arës u tërhoq ngadalë. Ul. Dhe qau i qetësuar. Sepse kuptoi që ajo vajzë ishte e sigurt. Ishte e dashur. Ishte shtëpi. 5 vitet kaluan një përfundim që nuk harrohet. 2 vite më pas, Aren po vraponte në obor. Duke qeshur. Duke luajtur. Duke u rrotulluar. Karroca ishte ruajtur në një dhomë tjetër, jo si mjet, por si kujtim. Si dëshmi. Si simboli një betejë të fituar. Adriani dhe Elena u martuan. Shtëpia e tyre tashmë kishte jetë, aromë gatimesh, muzikë të butë, zëra fëmijësh. Nuk ishin vetëm prindër të Arës, u bën prindër edhe të dy binjakëve që erdhën më vonë. Babai biologjik i Arës. Ai ishte mik. Vizitonte vajzën një herë në disa muaj. Asnjëherë pa lejen e saj. Asnjëherë pa respektuar kufijtë e saj. Dhe Aren e donte. Jo si baba, por si njeri që kishte gabuar dhe po përpiqej të rregullohej. Aren vazhdoi terapinë dhe këmbët e saj u bën të forta, të shpejta, të sigurt. Ajo ecën në skenë në festën e ditëlindjes së 9, kur recitoi një poezi. Dhe tha publikisht, unë jam vajza e një milioneri që më adoptoi, por pasuria e tij nuk ishte arsyeja pse jam kaq e lumtur. Ai më dha një baba, një familje, më dha jetë, më dha krah, dhe sot et se ai më mësoi të fluturoj. Publiku duar trokiti. Adriani qau, Elena qau, vajza buzëqeshi, e ndriçuar si një diell i vogël. Dhe kështu historia e vajzës në karrocë nuk përfundoi me dhimbje, por me dritë, me dashuri, me falje, me rilindje, dhe me milionerin që bëri gjestin më fisnik të jetës së tij. Jo që e adoptoi, por që e deshi më shumë se veten.